Zëvendës shefja e misionit në detyrë në ambasadën amerikane në Tiranë, Catherine Hammond, deklaroi se siguria kibernetike luan një rol kyç si në zhvillimin ekonomik ashtu edhe në mbrojtjen kombëtare të vendeve. Gjatë një aktiviteti të organizuar për prezantimin e teknologjive amerikane në fushën e mbrojtjes kibernetike, Hammond theksoi se sfidat në hapësirën digjitale janë tashmë të lidhura ngushtë me sigurinë dhe sovranitetin shtetëror. Në fjalën e saj, ajo vlerësoi progresin e Shqipërisë në transformimin digjital, duke përmendur avancimin e shërbimeve elektronike, modernizimin e sektorit financiar dhe zhvillimin e infrastrukturës energjetike. Sipas saj, ky zhvillim duhet të shoqërohet me investime serioze në mbrojtjen e sistemeve digjitale. Siguria kibernetike tashmë është e pandashme nga rritja ekonomike dhe siguria kombëtare. Siç e ka bërë të qartë presidenti Trump, mbrojtja e infrastrukturës tonë digjitale nga kërcënimet e huaja nuk është vetëm politike mirë, është thelbësore për sovranitetin dhe sigurinë. Shqipëria ka bërë hapa mbreslënës në transformimin digjital, nga qeverisja elektronike dhe modernizimi financiar deri te infrastruktura energjetike. Por progresi kërkon përgjegjësi. Këto sisteme duhet mbrohen me teknologjinë më të besueshme dhe më të zhvilluar në dispozicion, u shpreh Hammond. Aktiviteti u zhvillua në një kohë kur Shqipëria po zgjeron përdorimin e teknologjisë dhe shërbimeve online në sektor të rëndësishëm të administratës dhe ekonomisë, duke e bërë mbrojtjen kibernetike një çështje gjithnjë e më të rëndësishme.